Imagjino një vend ku çdo kodër ka një bunker, çdo fshat ka një kupol betoni. Çdo qytet ka hyrje që të çojnë nën tokë. Kjo nuk është teori konspirative. Kjo është Shqipëria e viteve të komunizmit. Nën regjimin e Enver Hoxhës, u ndërtua një nga projektet më ekstreme të mbrojtjes në botë. Bunkerizimi masiv. Qindra mijëra struktura betoni. Nga Bregdeti deri në majat e maleve. Ideja: armiku mund të vijë nga çdo drejtim. Por pyetja që askush nuk e bën mjaftueshëm është kjo: a ishte realisht Shqipëria në rrezik pushtimi? Apo po ndërtohej një psikologji frike? Regjimi ishte prishur me Jugosllavinë, pastaj me Bashkimin Sovjetik, më vonë edhe me Kinën. Shqipëria mbeti vetëm. Dhe kur je vetëm, çdo hije duket si kërcënim. Por bunkeret janë vetëm ajo që shihet. Po tunelet? Në Tiranë u ndërtuan struktura të fshehta qeveritare, komplekse me tokë për udhëheqjen, salla mbledhjesh anti-bërthamore, dhoma komunikimi sekrete. Sot, disa prej tyre njihen publikisht, si kompleksi bërthamor nën kryeqytet. Por sa të tjera mbeten të pazbulluara? A ekzistonin korridore të fshehta arratisjeje? A kishte linja të nëndeshme që lidhin institucione kyçe? Sa thellë shkonte realisht infrastruktura ushtarake? Zyrtarisht bunkerizimi ishte doktrinë e mbrojtjes popullore. Çdo qytetar ushtar, çdo territor fortesë. Por strategët ushtarak kanë ngritur një tjetër pikpyetje. A do të kishin funksionuar realisht këto bunker kundër një ushtrie moderne? Sepse shumica ishin të vegjël, të izoluar, pa logjistik afatgjatë. Pra, çfarë ishin në të vërtetë? Mbrojtje gjeniale e një vendi të vogël, apo simbol betoni i një frike kolektive? Ironia? Armiku nuk erdhi kur nga jashtë. Sistemi u rrëzua nga brenda. Dhe sot, bunkerët janë ende aty. Disa të braktisur, disa të kthyer në muze, disa të harruar në përmale. Monumente të një epoke që jetonte me idenë e rrethimit. Pyetja është kjo: a ishte bunkerizimi një paranojë historike, apo një plan realist për mbijetesë në një botë të rrezikshme? BF Media. Sepse kur një komb ndërton frikën në beton, ajo mbetet për dekada. Shkruaj mendimin tënd. Paranojë apo strategji?